I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Zero fucks given, zero fucks given, zero fucks given. Zoja dhe zotrin, faleminderit shumë që po na shikoni sërish me një super personazh. Duam të bëjmë falenderimet e Delibrosit normalisht që çdo pemi në burgera ditë për ditë dhe Not Cosmetics që kemi skincare-in ton special që gjithashtu e përdorim për ditë. Kemi sot një personazh pikant që ka bërë namin Don Juan në Shqipërisë, të rivërje, po kështu është modest, nuk e shpreh. Prandaj ka goca, merrni na i shembull. Edhe faleminderit shumë Blim Hoti që erdha. Kënaqësia që imja. Dhe edhe ju jeni shumë mirë, faleminderit për ftesën. Edhe kështu. Çka ke bërë, si ke qenë, çto jeta, çto në punët, dashuria? Çdo gjë është mirë, po punojmë, po merrem çik me veten, më shumë më fokusu. Dhe punë çdo ditë. Nice. All good. Çfarë konsideron të merresh me veten? Çfarë po bësh po merresh me veten? Me thënë drejtën. Na i palestra ke fillu? E ke fillu? Do me fillu sa më shpejt. Po më gjenë shumë busy për zotin, po all is good, edhe jam shumë i lumtur me çdo gjë dhe po punoj mirë. Tani jemi të hapur për bashkëpunime për projekte të reja për çdo gjë kështu. Po me punën do e shpjegosh pak se më duket se është pak nuk e kanë shumë qartë njerëzit se me çfarë merresh. Tamam, as unë në fakt nuk është se e kam parë një intervistë tënde, atë të vetme më duket që ke, Po. Edhe ke shpjeguar, po prapë ndoshta një shpjegim pak më konkret me çfarë merresh, nga çfarë nxjerr lekët. Okej. Me thënë të drejtën, unë jam tip universal, jam më shumë lloj shmëri punësh, një ndër punët e mia është produksioni. Edhe pastaj kam edhe një autosalon, jap shumë makina me qerake, është leku i ditës Në Tiranë. në Tiranë. Okej. Edhe kështu sapo kam hapur edhe një dyqan të ri në fakt. Pra më duket se Boutiques, për night dresses, për koca. Okej. Çdo markat janë angleze dhe just super nice. Dhe kështu, do me thonë, nga njerë është kjo mania që të hapim sa më shumë biznese, që ta plotësojmë veten, ose që kemi sa më shumë lego se kombo këtë, kombo atë. Po, me thonë drejtën, unë sugjeroj çdo njeri të ndjeki ëndrat e veta dhe të ndjeki atë që e bën të ndihet të plotësuar dhe të fokusohet të disa gjëra, jo në shumë gjëra, se pastaj është një Have shumë për gjëra që s'duhet, e kuptoj. Po mendon për shembull që këto 3 gjëra që ti po bën janë më shumë se ç'duhet për t'ju futur siç duhet, domethënë të gjithave duhet. Domethënë drejtën unë duhet edhe këtë që po bëj du me minimizu, du të bëj produksionin, hobin tim. Atë e ke më shumë që këtë dhe du të merrem me gjona ndaja, me thënë drejtën, du të merrem me projekte të reja që evropiane që të ecim i çik si shoqëri, të ecim i çik përpara, të fusim smart, të fusim disa inovacione të reja, cilat presim. Dhe Shqipëria është e hapur, ka dhe shumë investitor, ka dhe shumë koca dhe çuna që janë kaq që punojmë. Por thjesht na duhet çik kjo motivimi dhe besimi në atë që çfarë po bëjmë, mos lëzohemi shpejt. Te vetja besoj se duhet të jetë besimi, se të tjerët pastaj s'kan besim te vetja atyre, jo më do kenë të ty kurse din çfarë vizioni kemë, kupton? Po kjo për night dresses edhe çka kishte fustane, domethënë, po vetëm kështu për natën. Fustane për party, për shembull, ose për një... Kam pas ide, me thënë drejtën me e bo dhe vetë, po hajde, s'ka që do dalim konkurrent. Në bashkë. Okej, dhe ajo bëhet. Se jo, nice. Ti gjithë kjo gocë dhe kemi kriju këtë mendimin që je qik e qik shumë amerikanë më stil. I like that. Gjithashtu edhe ti nuk është se ke shumë stil shqiptar. I know, unë jam brit jashtë, me thonë drejten 10 vjetë kom jetu jashtë në Angli dhe në Zvicër dhe për Evropë gjithandej. Dhe me thonë kom po shumë kilometra, kom marrë shumë informacion, kom... Sa vite ke në total jashtë 10 vjetë.
Total, do me thënë pa ndërprerje apo ke pas pa ndërprerje? Vajtje ardhe, po Okej. gjithmonë duke jetuar jashtë, jo këtu. Në Zvicër ke Zvicër qenë? dhe në Londër. Për sa kohë në Zvicër? 6 vjet në Zvicër, 3 vjet e gjysmë në Londër. Okej. It's all good. Në qa Kena një moshe? Në faktu në Londër kom ikë shumë i herët, pas disa problemeve që kisha këtu, me sistemin, me njerëzit, me mënyrën e Ligjore apo? edukimit, ligjore, mënyrën e se si ka qenë jeta në 2009, në kuptan, në Shqipëri ka qenë një. Edhe pastaj vendosa, Thënë 2009, të është nuk majnë mund që. pastaj vendosa tiki në Angli dhe të njoh veten, lidhje me botën, me njerëzit, me kulturat, me plotësoj vizionin tim dhe pastaj gradualisht Sa vjeç bie ke qenë, do me thënë 15 vjeç. 15, super i vogël. Dhe të shtëpisë kanë qenë okay me këtë lëvizjen tënde kështu jashtë shtetit apo ke shkuar me ta? po jo, në fakt familja e tonë këtu ne jetojmë në Tiranë që në 97, në fakt ne vim nga Tropoja. Me origjinë jemi nga Shkodra. Okej, të dy të shtëpisë. Edhe mami dhe babi. Mamin e kom nga Puka, babin Okej. nga Tropoja. Me origjinë jemi nga Shkodra. Kë? Edhe jemi në Tiranë që në 97 dhe kemi evoluar me kohën, këtë kemi gjotë mirë komplet si familje, Shumë mirë. sepse ne evoluojmë me kohën, nuk është diçka që ngecim ose përdorim disa lloje mentaliteti ose një lloj gjithmonë jemi për progress. Është vetëm një mënyrë që dhe të kuptoj jetosh mendoj unë, po se evolove ke marr fund. e vogël jemi shumë mirë. Thanks God and all good. Po për këtë pjesën do me thënë jashtë shtetit e ka më shumë që babi ose mami a nuk të ka ndaluar që ose të ka ndaluar tani ti. Erdhi një pikë që thanë shiko sa të bërë si gjithë ose sikur nuk e di, duhet ndjekësh veten tënde dhe ti nuk je këtu. Kupton? Ta kanë thënë këtë. Po, kuptote që i vogël gjithmonë kam qenë kulleri edhe te shkolla, gjithmonë kanë dashur, gjithmonë i doja goca, më donin zyshat, kam qenë gjithmonë shumë social, se edhe në familjen time roli që ka babai im është një rol shumë i rëndësishëm social që ka të bëjë për shoqërinë dhe gjithmonë jemi mësuar të kemi këtë respektin, Bashkëpunëtimin. kemi çik bashkëbisedë, kemi disa standarde dhe mirë kuptime sepse në fundit it's just a life, so we have one life, we have to enjoy it. And then that's the point. Në anglisht e një në rregull apo ai shprehje kështu e thu, se s'është ke ndaj tekst me të drejtë. Jo, nuk Që kam. ngjashtu si tekst shqiptar. Unë mendimet edhe këto i kom pak si më prafërsohen ai mënyra e huaj si sa. Po mami do me thënë babi të thënë psikolog apo jo? Mami shtëpiake? Mami ka Okej. ajo që na ka mbaj, do të thonë gjithmonë na. Jeni shoq mirë? Jemi 3 fëmijë jemi. Okej. Jemi mirë. Mami ka qenë gjithmonë aty për ne, është akoma një super zonjë. Dhe Ka ndaj gjë, ndaj revolt mami jot kështu me këtë imazhin publik që ti ke apo është? nga një herë kur dalë edhe pi edhe nga mëngjesi për së në një nga këto Ndaj story, ndaj gjë, po. të themi nesër me moç. Po pse e ke në Instagram? Po. Po bëj hajde për It's like my fan, best fan. po të mër hajde mami në çapa. Dhe ndej. Okej. Edhe Edhe unë e Ishe, kam, po mu më len Terezi me thënë drejtë. Unë shkojmë 5 mëngjesit të jam kërdu. po Po nuk më thotë qa, kupta. Nuk e di, është shqyr zotit e kam. unë kom i qik videot pak mas. Spicy, po, e vërtet, e I vërtet. kom pak postoj në herë goca kështu gjefeshura. Po mirë, ti tani do bësh qef tuaj, mami, qa të një bëj? gjo super, po. Ta shi që shkoj më bet kështu. Po të dua. Quni nuk po merret me gjëra ilegale, lëre qunin të jetoj jetën. Hajde. Inshallah përdor mbrojtje dhe vazhdojmë jetën. Hajde tash. Okej, po për këtë jam shumë kurioze të di se ke i farë lloj veshje, që unë këtu në Shqipëri nuk e shoh fare. Do me thënë përgjithsisht të çunat janë bluze zez, mos u mërsiti, gjese të zeza, ose do me thënë një stil shumë minimalist që absolutisht ka bukurinë e vet, po nuk kanë shumë frikë të eksperimentojnë. Ti e ke këtë stil nga që ke jetuar jashtë apo mendon që ke qenë që i vogël që kështu
Më thonë të drejtën, vim nga një kohë kur nuk kemi pas shumë mundësi zgjedhje. Okej, mundësi tona zgjedhje kanë qenë okej, do marr këtë xhinsa, këtë trull të duke mirë ose të eksperimentoj me çiks, kemi pas mundësinë më përpara. Unë gjithmonë e kam pas këtë të eksperimentoj, jo me flowet, jo me lookun, jo me gjithmonë jam për new things, new girlfriend, new house, new business, new. This is what keeps me motivated. Kjo më ban motivuar vërtet edhe muzika, po I love music, pa muzikë. Absolutisht. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që ka duke përdorur këto produktet e Maruderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maruderm, dhe keni thënë që janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që të kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht nuk ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur, nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si bebë dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika e fytyrës, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Si vejmë. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, në gjithë kjo shishe. Dhe unë jam super e lumtur, absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka lloj produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni dhe te faqja dhe them që Maruderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maruderm. Shqyr që s'është me lek ajo muzika e vetmja gjë që është me vërtet art. Ajo na supporton si në të tjerë edhe kur jemi të mërzitur. I love music, without music I can't live. I get that. Po e ke bëj këngë duket? Unë kam bërë shumë këngë, gjithmonë i kam heq. Okej. Kam 1-2-3 projekte shumë të forta. Që do t'jesh tek pull. Po nuk e di, e ke me dy mendje. Atë merr shumë orë nga dita, domethënë që ke sa. Po në fakt unë e kam ndaj çik Ne ken menaxhimin tënd, domethënë. Por ditën punoj me makina, shes edhe blej në pron, në gjoja makina me qira dhe kështu. Pastaj në darkë shkoj tek studio muzike dhe punoj me projekte ndryshme. Po sa kohë të merr kjo nga dita jote? All my life. Kjo it takes me everything. Okej. Kjo më merr çdo kohë. Po se kështu je që të qofin nga i cep tjetrin, a kupton? Kështu që ku e gjeni kohën ta t'i bëni këto? Po edhe kur s'do unë nga njerë fik telefon, nëse normalisht kur bëj shumë party kështu dua dhe atë qetësinë time dhe dua dhe ta shijoj deri në fund party. Nga njerë është ajo, yes I want some more. Proud edhe. Po e gjej kohën sepse asnjë projekt nuk mund të kaloj hapin ose të shkoj në prodhem ose të marri përgjigjen ose të marri rrugën e duhur pa qenë unë aty. Normale, absolutisht. Që ata më thirrin vinë këtë derë. Mi bin aty, jemi 10 veta kamera, hajde shpejt. So është ikë, ne kuptoj. Po mendon që kjo pjesa e jetës natës do të lodhet në ajër apo do jetë diçka që do e kesh gjithmonë kështu? Ka njerë vjen është kjo të mendosh, alright, I'm gonna stop, I'm gonna change. Gjithë kanë këto dilemat, sikur unë punët e mia është i kanë çdo njeri në punët e veta, por u mendoj ky jam edhe nuk do të ndryshoj asnjëherë, edhe nuk kam pse të ndryshoj, so duhet të kesh puna ime. Je rehat domethënë jam shumë rehat, jam shumë happy. Nuk e quan një fazë. Jo. Okej. Unë kam 15 vjeç që bëj. E kuptoj. Po nuk të lodhet
për shumë, edhe unë që 16 vjeç jam lirua, kupton, do me thënë jeta natës ka qenë edhe kam punu një jetë natë edhe kam dalë, kam frekuentuar dhe akoma vazhdoj e dashuroj, më kupton? Kështu që po qaj dhe çikallin tim kur të pyes të vjen më thon. Më thoj ti ç'a bëhet si vazhdo ky muhabet. Ja, unë mendoj dhe besoj që çdo njeri duhet të përdori balancën, të di sa të punoj, sa të fokusohet tek vetja dhe sa të dalë. Në momentin që ti ke këtë lloj balance, ti mund t'ja dalësh. You can be the best. Absolutisht, po për shembull se unë shoh shumë njerëz që balancën, do të thënë me periudha nuk e gjejnë më për shembull te klubi, po e gjejnë te një restorant i qetë edhe janë shumë okay me atë gjë. Unë personalisht kam shumë energji për të qenë çdo fundjavë në një restorant qetë dhe kam nevojë ta liroj atë energjim, kupton, të prandaj po pyes dhe ty që a nuk mendon se mund të të vijë dhe ty kjo faza e një restoranti qetë për shembull? Unë më duket sikur kam përjetuar shumë gjëra dhe unë jam edhe babi, kam 10 vjeç dhe e kam provu këtë pjesën, këtë eksperiencën në një restoranti, kam provu çdo gjë. Në periudhën që ke qenë me gocën, okay. Boja një jetë pak më normale për shembull, dhe atje kam qenë një jetë shmendur me thënë drejtën. Por ka qenë edhe ai momenti që gjeja qetësinë, nuk doja shumë njerëz edhe gjëra. Po unë besoj se njeriu nuk duhet pushoj. There's sa të mbyllësi, so. Edhe duhet punojmë sa më shumë, duhet shijojmë sa më shumë. Kështu, nuk është në Ajo goca është shqiptare apo e huaj? Shqiptare. Po, shqiptare, Maqedonisë, po lindë dhe rrita atje ka qenë. Në Zvicër. Okej. Marrëdhënie të mira? Që ja nuk mund. Sa për respekt dy anshëm për komunikim të fëmijës minimalisht. Po, patjetër. Nga njëherë marrë vendime, jo vetëm unë, por çdo kush duhet marrë nga njëherë vendime për jetën e vet. So, unë kam pas mundësi që ta mbaj një lloj raporti që mund ta provojmë, edhe pak, ose për hir djalë, ose për këshill, po jo, vjen një moment më mirë thu se deri këtu jemi bashkë, nuk duhet të të mashtroj, nuk duhet të maj dhe shpresat kota, nuk duhet të jem i sinqert, nesër mas nesër ti do gjesh personin në krah, ashtu sikur edhe unë, dhe ti kemi gjatë të qarta, dhe e vetmja gjë që na bashkon është çuni, dhe është diçka shumë e fortë, është një dhuratë që ma ke bo dhe ta kam bo, është një ndër dhuratat më të çmuara në botë, kështu që duhet të jemi për njëri tjetrin për të mira dhe për çunin. Po, mendon se e zëm nëse do ndodhte diçka dhe duhet ta mbaje ti çunin, do ishe jaftë në këto momente, do me thënë që ta kishe këtë lloj se është, si thon, responsibility. Mbi. Mendon se do e kishe, mendoj që çik rënd do t'i binte të gjithëve se është diçka e re, do me thënë është diçka që ti se ke përjetuar dhe se di se si funksionon, po që a mendon se do ishe jaftë ta menaxhoje siç duhet? Që absolutisht ka mënyrë perfekte. Po patjetër që unë vi nga një familje e mirë dhe ashtu siç na kanë rrit mua ashtu do ta rrisë edhe unë. Patjetër që po, ne po rrisim, ne po marrim shok edhe shoqe që po mundohemi t'ju japim një dorë edhe pastaj unë mund të jem i ri kështu, po nuk jam edhe aq i ri, jam 30. I ri. So kam informacion dhe di se si është punos edhe si të rrisësh një fëmijë, normalisht sepse deri në moshën 3 vjeç unë kam rrit vetë. Po fëmia besoj, ashtu si thot edhe sistemi, shteti, dhe besoj që duhet rritet nga mami, deri në moshën 10-12 ka nevojë për mamin, pastaj ka nevojë për babin. So do vi edhe koha ime. Lloj kuptoj. Për çu. Do të thotë është një moment tjetër që ti ndjen këtë përgjegjësinë që duhet e japësh, okay. Këto e shikon se e the çfarë. E shikon veten thjesht në një lidhje, do një lidhje diçka stable? Patjetër. Pse është përgjigja patjetër? Patjetër. Ku ta filloj këtu herë, pse është përgjigja patjetër? Është një moment që e ndjen veten që e gati, dhe ai momenti im e ka ardhur. Kupton, nuk po kërkoj dikë as më të mirë. Je i hapur me sakt.
po nuk e si puna ime. As nuk e kërkoj varfër, as pasur, as... E kuptoj. E duhet Shfaqet njëri që mu të më gjisi dhe paka shumë t'jemi në të njëjtin hap. Po. Dhe me thana ajo të di se çfarë e donë, më donë apo se donë, apo unë e dua apo se du. Këtë gjë. Po, nga mendon se vjen ky momenti se për shembull mua më duket sikur në Shqipëri ndodh shumë që u bëra unë 30 dhe duhet tani se e thot shoqëria që duhet. Mendon se e ke nga kjo apo e ke nga vetja që e ndjen që realisht vjen në një moment Na ka kap kjo frika ku i do i lejmë pasurinë. e Për kuptoj. që apo jetojmë fundit atë t'i vejmë flakën botit, atë t'i vejmë flakën çdo gjëje dhe mos t'ma ndjej fare, që t'thy çdo lloj limiti. Por this is what keeps me a little bit more... Mendoj që mund të të mbante grounded apo Yeah, this is what it keeps me... Kjo po mban paka shumë kjo dëshira ime për një të ardhmë më të mirë dhe për një krijimin e një familje time. Kjo është ajo që akoma më mban paka shumë në rrugën në kufi. në kufi. Marrësh. Po mos jetë ajo. Je i qartë. Ishe e marrë. I vaç do gjë. E kuptoj. Po mirë, inshallah, shiko, goca të mira ka sa dush, a kupton. Ato çuna të mira ka sa dush. Absolutisht. Po je okay për shembull që se ti po thua dua një person si vetja, je okay që goca të bëjnë një jetë natë ose këto gjërat që bën dhe ti? Po patjetër unë kjo jetë më përfshin. Kupton, paktën të ketë një... Mos bëj dallan veri kot shumë për kamera. Ja. Okej. Unë jam open mind. Okej. Unë dal me gocat më bad bitches. Okej. Një du e respektoj, pa ato s'kom jetë. Dhe ato Oh, nisë. s'kjo. Dhe unë zemra unë i du shumë gjinin femrore. Unë nuk më intereson çfarë njerëzit flasin, çfarë njerëzit... That's not my... Nuk e shoh fare. Unë problemet e... Çdo njeri ti maj problemet e veta. Dhe çdo njeri shpresoj që t'ja dalin ato problemet e veta. Nuk është puna ime se çfarë njerëzit janë dhe kanë. Kupton? Unë shoh veten time Si ndihesh? dhe të kaloj mirë. Po. Dhe that's it. Nuk përzihem, unë nuk ju hyr shumë E jetën e kuptoj. tyre. Nuk ju rrike koka, nuk... No. Unë do hapësirën... Absolutisht. Çdo person ka nevojë. Po këto nuk i kuptojnë. Tu në momentin që jep dikuj një afrimitet më shumë, don E kuptoj. stop, calm down. Është mentalitet. Shumë shpejt. Pa që të Problem. E ka kuptoj se marrën gjënë, jo shumë sigur të rritur, sikur goca dhe çuna nuk po ndaj asnjë. Unë mendoj që çunat kanë një nevojë, një frustrim seksual, kurse gocat duan të ngecin me patjetër te dikush dhe ky është halli, a kupton? Nese, se kam cekun këtë temë 100 herë, unë për këtë flas kam gjithë deri në darkë për problemet e këtyre, të leje këto. List. Do më thuash në një, nëse të ka ndodhur në një date kështu të tmerrshëm që të ka ndodhur që ka thënë no bobo unë me këto do të çohem tani ose shoh më kurrë në jetim. Pa për me në emra thjesht në një gjë kështu që mund të ketë ndodhur, mendoj mund të ketë ndodhur në një gjë interesante. Apo s'fyt shumë ti më. Okej. Normalisht, me thënë drejtën në bëj një extraordinary life. Më duket. Goca që nuk kom kërku asnjëherë dating, proper dating. Që Date në aspektin që di, ja ta shpjegojmë. Nuk kom dal, do me tregu drejt, u dal natën, dal mas orës 12:01, atër kur darga ka marrë date, ka marrë dhe gjërat. Por, edhe gjithmonë kom pas një jetë shumë të shpejt, nuk e kom kërku dating për lidhje, nuk e kom pas kur këtë lloj, tani i kom hyrë dhe tani me vërtet po kërkoj diçka, kështu që do të marr update. Normalisht kam histori kështu të forta që çfarë s'ka ndodhur. Në gjë interesante nëse do doja ta ndaj, po shumë të çfarë do të them. Për shembull, konkretizmi që kjo është spontane se pyetja dhe duhet të them, për shembull, kam shokun tim aty. Dhe po ik një herë në 10, mos gaboj, po ik në Prishtinë. Ishim me limuzinë dhe ishim në një klub në Zop, në një klub të shokëve të mi. Okej. Dhe ne ishim te klubi aty dhe po më shkuan ca goca, ke klubi ishte edhe një klub tjetër në Gjit. Okej. Edhe them shokëve unë, do ikim ti marrim këto gocat?
hajde se po na presin ke klubi. Okej, më thonë, edhe hypi makinës rrugës duke shku tek klubi. Aty ishin një 3 goca në rrugë, tjera ne ishim në trafik. U kisha hapa atë xhamin e limuzinës, duke folur me të ualimi, hajde një goca erdhen. Do me thonë, i morë me veti këto që as nuk i njihshin fare. Okej. Dolët me plosjo. Po, shku tek hoteli. Dhe Piqa. dhe kur shkum tek hoteli morëm 2 suita kështu dhe u mlodhem tek njëra suite. Kupton? Tani ai shoku që ishte me mu, më thotë, po shkoj pak deri te dhoma se kom punë, duhet flas telefon. Okej, ai iku edhe më la vetëm me të dyja, kupton? Okej. Dhe gjithmonë Bingo vete. kështu që na njeh, të në historitë. Kuptoj, absolutisht. I besojmë. Nuk dukesh fare si tip exaggerues me thënë drejtën, po shows. Okej. Mi le një 2 spica kështu pa i thënë duket. Dhe i lash. I lam ca gjona me të drejtë. Ska që duhen ca gjona privatësi, s'është problem. Okej, tani të ta lej që këtë pjesën e të dashurave se e cekem besoj mjaftueshëm gozat e kuptuan, kush ka interes. Besoj si e that nga i muhabet dhe vazhdojmë te tema tjetër. Serma VIP që ishe tani. E para dua të di pse u futa. Pse u puta? Se që bojnë, do të kisha të bo party, kisha një 4 ditë që nuk po ndaloja, i thash, qova aty kishë pija, i thash, nuk du të mere mo me ju, as me ty, unë po ike. Ku dhe ikesh? Do iko, vla, do ik në një reality show, pak dhe ndalë para kamerave, dhe kështu komik. Kjo ishte histori, true story, cut it short. Okej. Edhe kështu komik, nga party isha najer, do me thane, kisha në një ani edhe vetëm po isha shumë lartë, s'po ndaloja. Edhe thash, ora, ju të doni me mvramu, se s'kam në nësi, o mje po ikun nga ju. Edhe erdhe fora në poshtë, ashtu komik. Po si, a kishe nëj expectation, nëj pritshmëri, do me thënë se si do shkonte? Yeah, it's crazy. Si nga, kaq. That is it, Po, mis kam po. Okay. Unë nuk e di, kom një besim në vetëm. Kom një energji që e di se njerëzit ndojnë, sepse e para punës unë gjithmonë çdo lloj njeriu, s'po flas për fansa, po për flas për çdo lloj njeriu, unë gjithmonë i du njerëzit, i respektoj, jam aty për ta. E kemi si një mision familjar, kemi çik. Edhe e di që më donë, e di që më ndjekin, sepse kom 15 vjet, e di se çfarë njerëzish më ndjekin. Edhe e di çfarë dashurie më japin dhe se sa janë për mu. Edhe unë me thënë drejtën asnjëherë nuk i kam falenderu dhe gjej momentin që them jeni më të mirë në botë. Dhe kështu mu më duan edhe unë i du. Kështu që kjo më mban. Dhe dia që do kem sukses dhe ofertat janë shumë të forta tani momentalisht po më kërkojnë gjithanej. Edhe na për intervista dhe na për reality show. Por nuk është se du t'i jap gjithë shkatimen. Edhe tani po unë jam shumë falenderuese, po. Jam shumë e kam për kënaqësi që të dhe faleminderit prej teja. Po nuk është se e kuptoj. Po ke interes për shumë të dalësh të printe apo s'është se ta asillaj, unë mendoj që tjerë kanë interes, më mirë të bëhen si unë se sa të bëhen si sa disa tjerë ose disa këngëtarë ose disa lloj njerëzish që nuk japin asnjë lloj mesazhi dhe asnjë lloj nuk janë vetvetja. Shumë vërtet kjo. Kështu që dishni mu Lali. Livigji. Yes. Po çfarë mendon se është çesi jot që do të thënë një vetvetjesh se ke problem, do të thënë si e komplekson. Që nuk jam i kompleksuar, po kjo nga për shembull jam mësuar vi nga një familje shumë sociale edhe jam është familja, po është familja ajo që t'jep edukatën që vazhdon edhe koncept se si e koncepton
Dhe se sa do vush, sa do fitosh, ose e ke atë forcën, e ke konceptin vjen nga familja. Kur e ke familje dhe kur i ke njerëzit që me vërtet e donë, ashtu siç je, normalisht. Shumë e vërtet. Dhe ajo është forca. Edhe pozitiviteti që japim, edhe nuk merremi me gjëra negative, nuk merremi me thashë them. Dhe kjo është ajo që më bën të jem. Pastaj njerëzit më ndjekin për stilin, njoh gjithë artistat që Instagram është super cool për zonë. Easy peasy, just like it's CV. Edhe nuk është që ka njerë po thëmë, ora, po plagëm që s'po përdor shumë këtë Instagramin, po sikur e maj vetëm për foto, edhe doja të thoja që të gjithë njerëzit duhet të japim sa më shumë dashuri dhe t'jemi këtu sepse nuk është shumë e gjatë ky rrugtim, trust me. Absolutisht. Dhe të gjithë ta artista që sot mund të jenë shumë të famshëm ose sot janë mendojnë që kanë arrit. Këta gjithmonë kanë qenë si tip falcash të mi të më qef, gjatë gjithë jetës, kupto. Unë vazhdoj, edhe gjithmonë do jem këtu dhe gjithmonë do jem përpara jush, ta dini. Se është vetja, kupton, dhe para herë, po. Po, s'keni stil, s'keni, asë gjënë shumë të varë, fërë me dhanë drejtë. Nuk e di asë si mundën, në shumë varë në atë që japë, kupton. Sepse këtu në Shqipëri, për shembull, ne kemi emra konkret, që kanë arrit të kapin edhe $100 milion, dihet se për këtë po folin. Ama kur mos harrosi ti këti 100 që nuk po them që si artist, ti je më i mirë, je më i fortë, bravo ta jap dorë. Ama ç'a do ngel, ç'a do lesh, ç'a bën ti për ne? Kjo duhet të të vrasë dhe të vazhdoj të të vrasë. Çfarë bën ti për këtë popull që ta dha gjithë këtë dashuri, që ta dha gjithë këtë investim, dhe ti akoma merr lek nga klubet e natës, po nga ky popull. Çfarë bëre ti gjatë tyre 15 viteve për ne ose për tjerët? Bravo qoftë për arritjet e tua personale, por gjitha këto janë thjesht materiale dhe janë sikur një meqera. Ti do ikësh për të farë ndesh mbrapa. Kështu që gjithta që kanë bërë lek ose gjithta që janë bërë shumë të famshëm, bravo, ja keni arrit, por ju lutem merrni çik edhe me njerëzit, hapni gjona arte o ku di unë, bëni social për old ose për new ose për ku po di unë, vetë bëni diçka. Hapni në posuti në Afrika, ku po di unë. Po, kuptoj. Janë shumë vetjak, shumë selfie. Mendoj që ky është problem edhe nuk do ndjen kur plotësuar nga që e kanë këtë gjë, pavarësisht se nga jashtë ndoshta fasada mund të duket sikur janë, po thellë në momentin që ti e bën gjën për show nuk e se si të ndihesh i plot nga brenda. Do ishe futur në Big Brother nëse do të thoni këtë ditë? Më thënë drejtën i komin një normalisht, po krijohet një lloj showi, një lloj gjëje, nuk e di, nuk e besoj më shumë që ja. Pse jo? Momentalisht, jo. Se ndjen. Nështë vitin tjetër, nështë ma vonë, nështë. Nuk e di, po gjithë edhe mund ty, po me çfarë shoh ja. Që një 4 ditë për një Big Brother mas një 10 ditë. Flitet një Big Brother që do vazhdoj mas disa ditësh. Shumë kanë thënë, nuk e di. Okej. Nuk e di, I think so no. Besoj që ja. Okej, shifës si të vjen. Nuk besoj se e kemi ndonjë nevojë kështu drastike. Jo. Shumë mirë. Nuk e di, unë me thënë drejtën paka shumë covered gjëra që kisha vetë kuriozitet, më kupton? Okej. Absolutisht që mund ta vazhdojmë këtë me orë të tëra, po mendoj që it was good enough. Do doja ti të shtoje ndonjë gjë për publikën ose se femrat i morën vesh, femrën bigun e morën vesh, punët i morën vesh. Keni pyetje më kështu në mos pasi se më thanë kur shkosh aty gënia kështu desës, ajo do të edhe i kështu gjëra pikante. Do të bëjmë I love that. Nuk janë këto fare, unë thjesht janë chill, dua të kemi një bashkëbisedim që njerëzit ndjehen sikur janë këtu me ne. Nuk është fare ideja që unë të fus ty apo asnjë testuar tjetër në një pozitë
që o bo doli ky lajmi tani dhe është skandal, më kupton? Jo mi, Jo, po se shumë njerëz e kanë këtë lloj perceptimi. unë kam qenë një çink shëfëne. Po mirë, hajde gjëra seksuale më të çmendur që ke bërë, me që pas ke qenë. Unë, okej, po I kom thonë disa, luet. Ku i ke thosë, unë s'kam një gjë. Okej. Unë për shembull, po të rregoj një histori. Isha një herë me u kam shumë histori. Edhe isha një herë me një Ta cekim po. Të faktin. Isha një herë me një këngëtar, me një shoqër time shumë të afërt intimidik. Edhe po ishim në një vend, ishte një pemë dhe kisha parku makinën poshtë pemës. Edhe ne ishim aty përpara makinës, po prekeshim, po putheshim dhe vazhdojmë në një Kalibër tjetër puthi. Pastaj duke ngrejt dhe hyj pasi për kofnjës. Dhe pastaj hypa edhe unë si për kofnjës. E kuptoj. Edhe vazhdojmë duke u putha aty, pastaj çojmë çilës. Pas kemi një pemë lart leskot edhe hypem nga kofnja, hypem në pemë. Shko te pemë. Kishim ishim. E kuptoj. Ishte rastësi gjithçka. Dhe pastaj nga pema ishim një deg peme. Dhe aty po përpiqem ta vizualizoj. Po është famu. Dhe ishim nga të momentet e Po. E rënjes së degës. Po, vetëm rap si për kovnjës, kemi me vijë. Mos t'ja fut. Fajt. E ke dhe me video, e ke me dokument. Yes. Bravo. Shumë. Super histori. Kjo është një ndër të kërë pa nejse. Shumë e vështirë për ta vizualizuar, po Nuk është I trust you. Okay. Prit, tash se ti do edhe pikante, do t'ja bëj edhe I tjetër pikante, me që do. Po m'bo. Ore, lëndët narkotike përdor ose ke përdor? Po I smoke weed, unë e përdori bar. Okay. Bar përdori kështu për antistres, për punë, për gjithë këto lodhin e përditshme, për vibe as well, edhe për vibe. Po kemi shumë kohë në fakt me thënë drejtë. Nuk është gjë. Ka I gjok kështu. Nuk është po. Okay. Leva, pasi Po, unë jam doktor edhe në atë pjesë. E marrë, Edhe në këtë pjesë. Shumë goca, shumë çuna kanë eksploruar në këtë lloj drejtimi prej meje. Dhe ju kam treguar që kjo nuk është rruga e duhur. Po provoj. A ke pas na herë kështu probleme me këtë gjë? Kam pas probleme me goca, me çuna, por gjithmonë ja kemi dalë deri tani. Pastaj sa më lart drogave, çdo njeri nuk janë të mira, por Na herë. janë të nevojshme për jetën, për sistemin që të është pak shumë është pak e vështirë. Pak këto, tash të bësh jetë natë, të pish alkool, shkosh me ferma, të bësh gjitha këto gjëra crazy, you have to Duhet na herë stimulant. Këtë po përpiqeni të thoni këtë. Shumë I qartë. Ose mund të flini ca orë gjumë, të çoheni prapë edhe ajo goca mund të apo varet si ju vjen. Okej, zemra ime nuk di çfarë tjetër të thell, nuk di çfarë tjetër them, nuk di çfarë të vjen pozit, prandaj nuk është. Mos më thuaj që ke menduar që s'do vi, edhe nuk je përgatitur. Jo, unë e kam lutë lim hotën ja 2 muaj rresht për këtë podcast, se kishte 100.000 punë. Po dhomër, më ishte gusti që të bëj dhomër. Jo se tallën, po kishte punë, kishte për të bërë dhëmbët edhe u shtyp si shumë kjo gjë. Po e mendova që mund mos vije, po kisha kështu shpresa vdes e fundit, tash po serdi, do futem vetë, do fillojnë bllabëris, njerëzit ngjojnë. Jo, në fakt normalisht nuk është që nuk shkoj aty ku them që do shkoj, por nuk mund të lija kur down. Thank you. I will be there. Dhe di që nesër kur t'i bi telefonit, we're gonna be here. You got a real nigga, yes. So this is good, yeah? Se kështu funksionojnë gjërat. Më duhet të t'jap edhe një dhuratë kështu për mbështetjen mentale që më den. Edhe një shampë koke limi për ty. Okej.
nga No Cosmetics, mund ta marrësh në shtëpi, ta përdorësh, të bësh çfarë të duash me të. Si lubrifikant nuk e përdor dot. Po exhaust. Okay, Zara. Enjoy dhe faleminderit shumë që erdhe dhe I really enjoyed our talk. Okay, thank you very much. Kisses. Thank you.